Sa të zëkoj, a? Jo, zotria në kuptimin për të përcaktuar distancën. Për të përcaktuar distancën. Edhe emri nuk e zë, a? Po, nuk e meriton tashmë, por nga i moment që vendosi të bënte një koalicion me LSI-n në atë kohë, e cila për nga natyra nuk është se kishte as ideologji të djathtë jo, por edhe arsyen e ekzistencës vete kishte duke u kacavjerë mbas pushtetit, aty ishte thyra e madhe. Dhe thyra e madhe u pa pasandaj se si përfundoi në 2013-ën. Do të ti po thuaj që mandati i dytë kishte korrupsion, po e bënte LSI-ja? Jo, e bën së bashku. Do mandati i dytë i qeverisë së Zot Berisha ishte mandati i korruptuar. Ku korrupsioni filloi të rritej në mas edhe në cilësi, derisa në 2013-ën u përcaktua fare i qartë se sa. Po çfarë bënte Berisha me korrupsionin? Thjesht menaxhonte një pushtet që kishte ngelur, që kishte marrë në mënyrë, ta them edhe jo legjitime, se sa herë që bën nga këto aleancat jo të ndershme, siç ishte aleancat me LSI-n në atë kohë, thjesht menaxhon pushtetin e përditshëm. Bëj qoka njëri. Berisha ishte i korruptuar? Varet se si e shef, se çfarë kupton ti. Po pyes drejtorin e antikorrupsionit. Jo, pyet drejt për drejt. Po jo, zoti Sali Berisha ishte i korruptuar apo jo? Atëherë të jap një përgjigje. Po jo gjatë. Këto përgjigje po jo, okay. Ju mos mendoni se do të gjeni ndonjëherë një kryeministër duke bërë korrupsion, domethënë t'japun ca para dhe ti më jep mua ca dhëna. Jo, është mënyra se si e menaxhon qeverisjen. Dhe përsa kohë që e menaxhoi qeverisjen në mënyrë të tillë që bashkë me LSI-n menduan që të bënin qoka për njërin apo për tjetrin. Korrupsion politik quhet. Po i bërin interes të vet? Po pse në interes të kujt? Përsa kohë që e bërin në një mënyrë të tillë që në fund të atij 4 vjeçari mori goditje të mëdha Partia Demokratike me daljen nga qeveria. Besoj që arroganca, korrupsioni i shpërhapur, pandjeshmëria ndaj mbështetësve dhe ndaj shqiptarëve, përgjigja është fare e qartë në këtë pjesë. Te mandati i parë ishte Gërdeci. Ajo 2008-ën që ishte një nga shenjat që themi ne 2,5. Pikërisht, u kuptuam se kur ishte. Cili ishte roli Berishës? Po tani roli çka ka treguar në fakt çështja penale. Çfarë ka treguar çështja penale? Mirë, ju ishte drejtori antikorrupsionit, jo? Jo, në atë kohë nuk isha larguar. Do të pastaj u bë ministër. Në fund të 2007-s, saktësisht në nëntor, në zgaboj, fundi nëntorit, kam kaluar për shkak të një ngjarje, mbani mend që ndodhi me ish ministri i drejtësisë në atë kohë zotin Rusmali. Dhe është një nga standardet më të larta të dhënies dorëheqjes të një ministri. Po, dhe duhet ta themi. Jo vetëm duhet ta themi. Ajo është më e larta zoti Alibej? Jo vetëm këtë, jo vetëm ajo, ka edhe. Jo, më e larta them se ai dha dorëheqjen, sepse vllai u përfoli një tender. Qartë. Dhe duhet të them diçka tjetër on. Që ajo ishte realisht dorëheqje, se kam dëgjuar kohët e fundit që thot, sa herë që bie fjala zotrisë tu, që bëhet fjalë për Ilir Rusmalin, thot e shkarkova unë jo. Jo, ka dhënë dorëheqjen. Ka dhënë dorëheqjen. Ka dhënë dorëheqjen pa e detyruar njëri, ë? Për natyrën që zoti Rusmali. Jo, pa e detyruar njëri. Sigurisht. Për natyrën që edhe vetë zoti Rusmali ka, ata që nuk pranon domethënë që të dikush ta shkarkojë, ka bërë shumë mirë, ka treguar standard real. Dhe në fakt ta kujtoj me këtë. Ishte një standard i asaj qeverie që nuk ishte vetëm një herë, se po ndodhi. Kujtoj. Që zoti Pango e shkarkoi përveç kësaj. Po jo, dhe zoti Basha, në momentin kur u hap çështja për rrugën e Kukës, që bëhej fjalë jo për shkarkim, po bëhej fjalë për imunitet. Me që jemi edhe tani në një stin heqjesh ose jo imunitetesh, e ka hequr me dëshirë imunitetin, nëse e mbani mend. Basha me dëshirë? Po e gjeti raport se ishte smur. Jo, nuk s'ka lidhje ajo. Heqja e imunitetit bëhet në parlament. Jo, dakord, imuniteti. Po pastaj pse mori raport? Jo, nuk mori raport. Po çfarë mori? Po mbron Bashën. Si e mbron Bashën ti më habit me këtë mbrojtjen që i bën Bashës ti. Dhe pastaj thua pse ndodhi mua kështu. Unë jam i drejtë dhe i ndershëm me historinë. Dhe historia në atë kohë ka qenë e tillë. Si? Ka qenë një çështje që u hap në atë kohë
si akti i fundit nga ishë prokurori përgjithshëm zoti Sollaku, i cili pas largimit në vend të tij zoti Rama, dhe zonja Rama e vazhdoi procesin e hetimit përteja fateve ligjore. Dhe ju kujtoj diçka. Afatet ligjore përfundonin para zgjedhjeve të 2009-s. Dhe u duk fare qartë në atë kohë që mbajtja e një ministri të rëndësishëm, të asaj qeverie, siç ishte zoti Basha, në ujrat e hetimit penal ose jo, do të ishte një goditje elektorale, tani këtë e kuptonin gjithë. E për këtë arsye, qëndrimi që mbajti ish ministri në atë kohë zoti Basha ishte o më çon gjyq, o ndryshe hetimet mbylli. S'mund të mbash varur të përdorësh politikisht drejtësinë. Kjo ka ndodhur, nuk ka marrë raport, jo, nuk është e vërtetë që ka marrë raport. Thjesht gjykata vendosi këtë gjë. Ç'kishe për të bërë hetime, do t'i bëje brenda një kohe e ke pasur me bollëk, dhe nëse koha procedurale të ka kaluar, atëherë mbyllet çështja. Ka që Ina Rama po godiste politikisht Sali Berishën? Po unë nuk e di çka menduar, por di të them këtë gjë, që me atë funksion që kishte, duke që po përdore politikisht. Tani një pyetje kam, ai ka thënë ndonjëherë Sali Berisha sa ke punuar me të, edhe drejtori antikorrupsionit, edhe ministër. Këtu e ke gabim, stop. Se ti ke treguar karakter si politikan me përplasjen në Partinë Demokratike mbas largimit të Lulzim Bashës. E ke treguar. Dhe këtu do flasim për këtë se kjo. Po do flasim patjetër. Jo, i kam mbas asaj me këtë do flasim. Po më thuaj ndonjëherë këtë. Natë do ta them. Në atë kohë unë nuk isha thjesht këshilltar, isha drejtor i antikorrupsion i departamentit. Në kryeministri. Në kryeministri. Duhet të theksuar. Dhe detyra imja, po edhe stafi tim, ishte që sa herë të kishte haseshim në çështje korruptive, ne nuk flisnim. Po çfarë? Shkruanim me raporte. Dhe raportet që kam shkruar, kam firmosur, do të them shkruar se kam bërë inspektorët në atë kohë, shumë të nderuar, kanë qenë të shumta. Për çështje të mëdha që fillonin nga Keshi, nga Alp Telekomi, e me radhë, po këtë këto dy. Jo, pra si isha në atë kohë. Edhe kishe ikur, po? Isha më përpara. Po për Keshi dhe Alp Telekomi? Po, që në momentet më të para. Dhe të tha, Berisha? Unë nuk e di. Ta them një, në fillimet e veta, se këtu do kalem kesh 2007 e gjysma. Ta them edhe këtë, se kam të ndonjëherë. Po ta them ty lanë qafroku. Që në fillimet, po themi unë në mora detyrë, ka qenë tetori 2005-ës. Dhe gjatë gjithë 2006-ës, të gjitha raportet, shumë raporte, më të forta se sa të KLSH-s, të auditit Ministrisë Financës, e me radhë, detyrimi ligjor ishte që i çonim kryeministrit, dhe kryeministri, se ai ishte, kishte autoritetin, i siglonte.